Qa kanë bërë ata për me pas një raport final mbi Banjskën. Një raport final mbi Banjskën. Jo raportin që keni shkruaj mediat, por raport zyrtar mbi Banjskën. Dhe kush mban përgjegjësi dhe përmes tina në cilin institucion ndërkombëtar. Përfshiju Leksin në forin e tjerë që janë brenda shtetit, miku në Asamblenë e Kombit Bashkuar Këshillit të Sigurisë, kanë trokitur për të arrestuar këta kriminal. Pra le të lejojnë të retorika boshe. Kanë kalu bukur dhe kohë, 23 akon ka herë. Çka do të thotë ky vendim i KCZ-s policës serbe? E dyta çka do të thotë? E dyta, në para zgjedhjeve të 9 shkurtit kanë bërë të njëjtin gjest, atë kujtohet? Kanë dashur me nxjerr jashtë. Okej. Jam edhe unë dakord. Lista serbe është dashur të jetë pjesë e sistemit zgjedhor të Kosovës. Po them unë me përgjegjësi. Sepse lista serbe njerëz si subjekt mund penalizohet, se nuk e ka qujt. Ka disa momente kur Kosova nuk e ka qujt me emrin e saj kushtetuese. Dhe me automatizëm është dashur penalizohet si subjekt dhe të përjashtohet nga zgjedhjet. A kanë bë pa di dikush në këtë vend? A ka bë pa di çka qeveri? Jo thuj lirshëm se s'ka bë. Deputet caktuar kësaj liste janë pa në barikade, janë pa gjithandena. Kanë deklarata të ndryshme kundër Kosovës. Pra shtetit në cilin marrin paga si deputet. Cili prej tyre ka padi penale në institucionet juridike të Kosovës? A ka ndonjëri? Jo, thuje jo lirshëm se s'kan. Pra, largimi i tyre nga sistemi zgjedhor mund bëhet vetëm qoftë se kanë individualisht padi penale që është mbi 6 muaj dënim dhe brenda 2 vitit fundit, nuk mund të jetë pjesë e sistemit të zgjedhjeve, dhe si subjekt mund të përjashtohet nëse i ka bë padi dhe është penalizuar ta zonë për veprën që unë thash për shkak mos quajtjes me emrin kushtetues ose me një emër tjetër të shtetit Kosovës, që ka pretendime të fshehura të Serbisë ndaj integritetit, sovranitetit dhe mosnjohjes të vendit. Pra e ka ushqyer kjo listë. A ka padi? Jo, këtë kjo është retorik, populizëm për ta ngritur militantizmin partijak dhe atë patriotizmin në rrem se na po qesim listën serbe, sikur Glauku që i përjashtë ke pe kuvend. Kanë përjashtë pe kuvendit. Shans nuk ka. Lufta parlamentare do thotë, unë ti bojkotoj seancat, vini herë 6 muaj marr rrogat. Edhe s'ki çka më bëj. Jan ka rrein me këtë. Po ti 7 abstenime zotri Berisha, pse s'u votua kundër ky vendim nga partitë politike? Po s'ka logjik se kjo është më ron lojën e kujt? Kush e kryeson KCZ-n? Thumna kush e kryeson? Zotri Radoniçi. A? Zotri Radoniçi. Radoniçi. Kur ka qenë prokuror, ai fatorohen 4 kriminal serb që i ka liru, që kanë kryer krime ndaj shqiptarëve, forma të ndryshme, monstruoze, dhe që i kanë dëshmu vetë shqiptarët, të 4 janë liru. Pse rastisht erdhën kryet atij institucioni? Apo ata sociopatë të tjerë atje që janë aty një kategori që dalin shesheve akuzojnë njerëz për vrasje sa gjëra të tjera, që bëjnë më shumë politik në KCZ se sa punë profesionale. Prandaj, kjo është thjesht dhe vetëm. Ja po ta them edhe pja heqjes tonë në Shqipëri me heq petin në aktorit. Tendenca për të krijuar një tension në Kosovë e ka obligim, e ka detyrë. Kur ka zërë të qiqin Beograd, ky duhet me bo një skenar për një tension të brenda në Kosovë me komunitetin serb. Dhe edhe ato loja me urat, edhe kjo tani me përjashtimin nga lista zgjedhore, thjesht dhe vetëm e ka tendencën me nxjerrë një tension veri, edhe me shpëtu fuqiqin me orientu serb ka Kosova. Absolutisht tjetër nuk kante. Këto krejt janë pralla patriotike për me nxit militantizmin, se janë votat edhe lokale, e ndoshta edhe zgjedhore që unë mendoj se s'ka zgjidhje tjetër. Jemi krejt në fund, zotri Berisha, në 5 minutin e fundit, por dua të diskutojmë edhe për një çështje, për fshirjen e presidentit amerikan Donald Trump në luftën Rusi-Ukrainë. Atje është afër thuajse të arrihet një marrëveshje në koordinim edhe me Bashkinë Ndërkombëtare. U përmendën korrigjimet e kufeve, pjesët e aneksuara do t'i takojnë Rusisë, por Ukrainës ju përmend se do t'i zgjerohej territori, po e përmbledh kështu në një pyetje të vetme, si e pat fillimisht ndërhyrjen e Trump atje dhe çka do të thotë kjo për Kosovën. Trump e ka përmendur jo pak herë çështjen e Kosovës dhe Serbisë si zgjidhje të konfliktit nga ana e tij. E para, unë e kam quajtur tërë politikën e zotit Trump, të cilin kam përcjell nga afër dhe kam përkrah moralisht në zgjedhje, edhe pse për